Bëshko. A jeni gati për gjetjen e jetës? Sot, 4 shenja do të zbulojnë fatin e tyre në një vend ku nuk e prisnin kurrë. Një derë e re po hapet. Zbuloni menjëherë ku fshihet thesauri juaj dhe si ta bëni tuajin këtë fat. Mirë se erdhët në ditën e zbulimeve. Energjia e së enjtes është e mbushur me mister dhe mundësi të fshehura. Kjo është dita kur puna juaj e palodhur fillon të shpërblehet, por jo në mënyrën tradicionale. 4 shenja specifike duhet të jenë shumë të vëmendshme, sepse do të bëjnë një gjetje të jetës. Kjo gjetje nuk është thjesht një shumë parash, por një zbulim që ndryshon rrugën e fatit tuaj, një kontakt kyç, një ide e shkëlqyer ose një përgjigje që keni kërkuar prej kohësh. Fati fshihet në detajet e vogla sot, prandaj duhet të vëzhgoni me kujdes. Mos i injoroni shanset e rastësishme. Le të zbulojmë menjëherë cilat janë këto 4 shenja dhe cili është vendi i saktë ku fshihet fati juaj sot. Demi. Gjetja juaj e jetës fshihet te një njohje e vjetër dhe një dokument financiar i lënë pas dore. Keni qenë duke kërkuar stabilitet dhe shpërblime, por thesauri juaj sot do të vijë nga e kaluara. Aftësia juaj për të vlerësuar gjërat do t'ju ndihmojë të kuptoni vlerën e vërtetë të kësaj gjetjeje. Vëzhgoni me kujdes dokumentet e vjetra, letrat e llogarisë apo një investim të harruar, sepse aty fshihet një fitim i madh. Mund të jetë një kthim taksash i papritur, një pagesë e vonuar ose një ide biznesi që e keni ndërprer. Çelësi është të mos e injoroni një telefonat nga dikush me të cilin nuk keni folur prej kohësh. Ai person do të jetë lajmtari i fatit. Vëzhgoni me kujdes çdo gjë që lidhet me llogaritë bankare, sepse fati juaj fshihet aty. Kjo ditë kërkon qetësi, durim dhe vëmendje ndaj detajeve. Mos e humbisni këtë shans, sepse është një dritë e fortë për të ardhmen tuaj financiare. Peshqit. Për ju, gjetja e jetës vjen nga intuita juaj e thellë dhe bota shpirtërore. Keni ndjerë se keni ngecur në një rrugë dhe se ju duhet një përgjigje. Sot, kjo përgjigje do të vijë në një moment qetësie ose ëndre të ditës, duke ju dhënë një ide të shkëlqyer se si të ndryshoni fatin tuaj. Fati juaj fshihet te besimi në veten dhe te vizioni juaj artistik. Mund të jetë zbulimi i një talente të fshehur, një mundësi për të fituar para përmes krijimtarisë ose një njohje e madhe nga dikush që e admironi. Vëzhgoni me kujdes vendet ku ndiheni më të qetë, si pranë ujit ose në shtëpi. Lajmi do t'ju vijë nga një mesazh shpirtëror. Mos e injoroni këtë ndjenjë të fortë të fatit. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj do të shpërblehen. Përdoreni këtë energji për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush dhe për të ndihmuar të tjerët. Ky është një shans për të gjetur paqen e brendshme dhe suksesin. Peshorja. Gjetja juaj e jetës fshihet te një marrëdhënie e re ose një partneritet i papritur. Keni kërkuar balancë dhe drejtësi, dhe sot do të gjeni një person kyç që do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja. Fati juaj fshihet te aftësia juaj për të bashkëpunuar dhe te diplomacia. Mos u mbyllni në vetvete. Dilni jashtë dhe takoni njerëz të rinj. Kjo gjetje mund të jetë një partner i biznesit që sjell një financim të madh, ose një partner romantik që ju jep besimin për të marrë rreziqe. Vëzhgoni me kujdes vendet publike, si kafenet apo ambientet sociale. Aty do të gjeni lajmin e madh. Mos e injoroni një ofertë që duket e qëndrueshme. Ky moment është një dëshmi që ju mund të arrini çdo gjë që keni vendosur në mendje. Përdoreni këtë energji për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush dhe për të ndihmuar të tjerët. Ujori. Për ju, gjetja e jetës vjen nga rrethi juaj shoqëror dhe një ide e shkëlqyer dhe inovative. Keni qenë duke kërkuar liri dhe mënyra të reja për të bërë gjërat. Sot, një bisedë me një mik të vjetër apo një bashkëpunëtor do t'ju sjellë një ide geniale që do t'ju ndryshojë fatin financiar. Fati juaj fshihet te origjinaliteti dhe te guximi për të qenë ndryshe. Mos keni frikë të bëni gjëra ndryshe. Vëzhgoni me kujdes rrjetet sociale ose takimet me grupe të mëdha. Aty do të gjeni lajmin e madh. Mos e injoroni një mesazh nga një person që nuk e keni menduar kurrë. Kjo gjetje mund të jetë një financim për një projekt, një partneritet fitimprurës ose një shans për të udhëtuar për punë.
Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Gjetja e jetës është këtu. Sot, yjet po ju japin një hartë për thesarin. Mos u nxitoni, por vëzhgoni me kujdes çdo detaj. Ky është një bekim i madh që nuk duhet ta humbni. Veproni me mençuri dhe merrni atë që ju takon. A e gjetë thesarin? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni shkurtimisht se cili ishte lajmi më i rëndësishëm për ju sot. Shpërndajeni këtë mister. Ju lutemi, ndajeni këtë video me miqtë tuaj që kanë nevojë për një gjetje sot. Kur e ndan bekimin, ai shumë fishohet. Nëse dëshironi të merrni mesazhe të tilla triumfuese dhe të ndryshoni fatin tuaj, abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilën.